si Spartani brenda teje, mendo për një çast, Spartanët nuk ishin të njohur për fjalët, ata ishin të njohur për veprat. Në Spartë, djemt trajnoheshin që 7 vjeç për të përballuar dhimbjen, urinë, frikën dhe lodhjen. Ata nuk rriteshin me ëndra të bukura, rriteshin me rrahje, me sprova të tmerrshme, me mësimin brutal se bota nuk të fal. Çdo Spartan jetonte me një kod të thjeshtë, durim, disiplinë. Luftë, ata nuk prisnin që të ndiheshin mirë për të vepruar, ata vepronin sepse ishte detyra e tyre. Ti ke një Spartan brenda vetes, një shpirt që nuk ka nevojë për motivim të jashtëm. Një shpirt që ngrihet edhe kur gjaku i shkon në fund të trupit. Një shpirt që lufton edhe kur shpresa është e shuar. Nëse ushqen këtë shpirt çdo ditë me veprim, çdo betejë që të pret në jetë do të jetë e jotja. Motivimi të jep zjarr, disiplina të jep përjetësi. Motivimi është si një shkëndij që ndizet shpejt dhe fiket shpejt. Është e lehtë të ndihesh i motivuar kur dielli shkëlqen, kur muzika të frymëzon, kur lajmet janë të mira, por kur nata bie, kur gjërat bëhen të vështira, ku është motivimi? Vetëm disiplina qëndron, ajo është e ftohtë, e qëndrueshme, e pamëshirshme, është miku yt më besnik në netët e errëta, është forca që të mban gjallë kur ëndrat duken larg. Disiplina nuk të kërkon leje. Disiplina nuk ka nevojë të ndihesh mirë, disiplina vetëm vepron, dhe ky është sekreti i të mëdhenjve, ata nuk varen nga ndjesitë, ata varen nga vullneti. Reflektim. Kush je kur askush nuk të sheh? Pyet veten. Kush je kur nuk ka kamera? Kush je kur nuk ka duar trokitje? Kush je kur rruga bëhet e errët dhe askush nuk të jep një shpull në shpinë? Në ato momente shfaqet njeriu i vërtetë. Në ato momente, disiplina bëhet më e rëndësishme se çdo fjalë, sepse është e lehtë të veprosh kur të gjithë të shohin, është e vështirë të qëndrosh i fortë kur je vetëm, kur askush nuk do ta di nëse ti dorëzohesh, por Zoti e di, ti e di. Dhe kjo mjafton. Si të ndërtosh disiplinën kur ndihesh bosh? Ja disa strategji të thjeshta, por brutale. 1. Vepro para se të ndihesh gati, mos prit ndjenja pozitive, ngrihu dhe vepro menjëherë, fillo me një hap të vogël, edhe nëse është thjesht të mbathësh atletet. 2. Bëj një premtim të shenjtë ndaj vetes, shkruaje, unë do ta ndjek këtë rrugë, pavarësisht çdo dhimbjeje, mos e shkel kurrë këtë fjalë. 3. Ndaj ditën në betejë të vogla, mos shiko 12 orë punë si një mur të pakalueshëm, shikoje si 12 betejë të vogla që duhet të fitosh njëra pas tjetrës. 4. Përqafo dhimbjen, kur ndjen lodhje, thuaj me vete, kjo është prova ime. Ky është fati që po ndërtoj. 5. Kujto arsyen tënde, kujto pse e nise këtë rrugë, kujto ëndrrën tënde, familjen tënde, nderin tënd, kujto që dorëzimi nuk është një opsion. Legjendat që u ndërtuan me disiplinë, Michael Jordan nuk ishte thjesht i talentuar. Ai bënte 1000 gjuajtje çdo ditë para se të niste stërvitjen. Kobe Bryant zgjohej në 4 të mëngjesit për të stërvitur 3 herë para se të zgjohej skuadra. Leonardo da Vinci punonte pa ndërprerje, duke eksperimentuar, vizatuar, krijuar për vite të tëra pa u lodhur nga mosnjoja. Të gjithë këta heronj kishin një sekret, ata nuk prisnin të ndiheshin mirë, ata nuk jetonin me motivim. Ata jetonin me disiplinë, lufta e përditshme, disiplina kundër justifikimeve. Çdo mëngjes ke një zgjedhje, të ndjekësh planin tënd ose të ndjekësh justifikimet. Justifikimi thot, jam shumë i lodhur, sot nuk ndihem në formë, do filloj nesër. Disiplina thot, bëje gjithsesi, mos u ndal, vepro si të jetë dita jote e fundit. Çdo ditë ose forcon disiplinën, ose forcon justifikimet, ti vendos.